Pra në 2026-ën aty tha Blerta për shmblesërit dhe në 2026-ën ktheni letrat e dashurisë, ju bëjmë thirrje. Ju bëjmë thirrje. Thënë kjo, ne kemi tentuar që të rikthejmë pak letra e dashurisë, sepse kemi marrë disa letra fani të lezetshme dhe ca shumë të bukura që i kanë shkruar të dashurve të tyre. Janë këto zarfat e kuq që ju i shikoni këtu që unë po zgjatem pak ti marr. Po jap një nga një, kështu rastësore, se nuk e di cila është cila. Dhe ti lexojmë ato çfarë ju keni shkruar. Në apartament inshallah. Nuk e di si mundem të dua ende, kur je vetë persone që më mësove si dhem zemra. Plagët që më len nuk e shuajnë do dashurinë që ndjej për ty, pavarësisht dhimbjes që më le. Mbase kjo është tragjedia ime më e bukur, të dua edhe kur më theve. Oh. Nuk ishte e Meglit, nuk ishte e Meglit, por e ndjeu. Okej. Kjo është një nga momentet më të vështira në jetë, që të thyesh dhe të vazhdosh ta duash dikë që të thyu. Ose mos ta duash më. Mendoj që vazhdon e do, thjesht është koha ajo që shëron pastaj edhe e kthen në nostalgji dhe derisa ti fillon edhe ose nuk e don më. Ose ti veten dhe kupton që si mund të lije një koshar që të thynte zemrën. Okej. Vazhdo vjen karakter sot. Zemra ime sot vjen karakter vazhdo. Do falet sot. Unë e kam shumë të kundërtën e Menglit, në fakt. I dashur Kristi. Uroj që lidhja jote e re të zjas më shumë se sa zjasje ti. Me shumë dashuri, ajo që tradhtove. Okej. Kristi? Ua, më ka rënë letra me vrim. Kristi është kjo Kristi? Kristi, dy gjëra nuk shkojnë në këtë letër. E para është që ke tradhuar, të dytën e di ti. E kupton vetë. Ti dhe gjithë Shqipëria tashmë. Jess? Tu soulmate. Oh, sa e bukur. Ti nuk je vetëm dashuria ime, je stre, siguri dhe lumturi. Çdo moment me ty më mëson sa e bukur mund të jetë jeta dhe sa thellë mund të dua dikë. From wifey. Oh, si më bë mishi në këto letra. Cute. U shtofshi vajza dhe të djem që dashuroni. O, dashuroni, plasën shokolatat. Merë zemra ime një Gjerda, je fryna e qik disa. Jo fare. Hajde. Shpejt. O, Jurgen. Gjdo shën Valentini fustje na i ren. Ishala me këdo që gjen, mu gjithmonë kesh në men. Me dashurin që se mora kur ishi yt. Sot i gjeni, u bëjmë thirrje, shihemi në gjyq. Nga Megli. Farë Rena është ke thënë, për shën Valentin për më tepër. Po kështu që ka thënë, jam smur. Zdal do të o sot. zemra, unë s'jam nga ato që festojnë Valentinin, a dukem gjo nga tipa që festojnë Valentinin, në ka kështu lule tjetrës. Po të pak të një buqet lule o Jurgen, as këtë dërbard. Nese. Derzi. O falë, se nuk jam karakterin të I dashur Mario, të dalçin fantazmat ku do këtë shën Valentin me që të pëlqente të bëje ghost. Të paktën tani mund të besosh tek fantazmat me që në dashuri jo. Në shumë dashuri, Samara nga pusja stirit. Okej. Fantazma për shën Valentin. Nëse nuk e njeh Samarën, je shumë i vogël për këtë emision. Kush Samara? Samara është ajo fantazma me flokët kështu. Që del përpara. Okej. Po ç'se ka Shumë thënë? kreative. Ka thënë me që të pëlqente të bëje ghost, të dalësh fantazma dhe Që thotë besosh fund fare të nga fantazma. Që prap kjo për ndjek. Prap kjo është fantazma. Nuk ish dorë. Samira e kupton Jesse se unë se ka pak këtë elementin për shembull që kapi Jesse. Për Aldon. Shpresoj të gjesh dikë me 5 personalitete që mos të lodhesh duke mbajtur disa femra dhe meshkuj paralelisht siç bëje me mua. Të rënshin petalet të trëndafilave sot, siç të kanë rënë dhe flokët. Kjo që nga Femra dhe meshkuj thot. 5 paralelisht. I rrezikshëm Po nëse këto egzagjerojnë sikur ndahen, pastaj bëjnë të dashurin gay, se derisa ka qenë me ty për shembull të ka pëlqyer. Po dhe nëse nuk jam s'është dakord. gay, 5 cop paralelisht. Edhe kjo më duket se ke egzagjerim. Kush është ai që kat me majt 5 herë? Bë një masterclass o vlla, jep një Ai Dullaci. O Jesse.
E di që nuk u lodhe kur duke më prit mua për gjithçka, por as unë nuk u lodha kur duke zbutur gjithë kopshtin zoologjik brenda teje dhe të bëj njëri. Të dua dhe të dua derisa frymat më ndalë dhe burri im të na vras. Të anë emojit e përdorura. Okej. Pse ishte kjo plot twist? Nëse je burri nëse ke një grua dhe kjo grua ka një dashnori që na kontakto. Mekti, nëse burri do dinte që ka dashnori me nuk të ishte në koha besoj. Çfarë plot twisti? Mendoja që letra do ishte për burrin. Nuk u lodhe kur duke më pritur për gjithçka, por as unë nuk u lodha duke zbutur gjithë kopshtin zoologjik brenda teje dhe të bëja njeri. Hajde kreativ, hajde. Të dua derisa frymat më ndalë dhe burri im na vras. Më thënë I ka all inclusive, I ka të përfshirë aty larg shoh vrasje. Mirë, nga një letër që mund të ishte për burrin, ishte letër për dashnorin, një letër për dashnorin. Mos I li kur të din hapin tua të natës. Gjithmonë të pritoni. I dashuri, shpresoj të kalosh sa më bukur me mamin këtë Shën Valentin. Me dashuri, ajo që doli nga Trekëndçi. Hajde Rei, ta gëzosh mamin. Domethënë Rei ka zgjedhur mamin, ka patur marrëdhënie të komplikuar me mamin dhe të dashurën. Po, çun mami. Po pse Rei kështu Rei? Pse Rei? Rei, kujdes për Shën Valentin me mamin. Megli. Munduam të përzidhim ato më të bukurat, të tjera do t'i kemi hedhur gjatë në Instagram.